Normal. Përderisa na ndikohemi në vendime njëri tjetër, du të me vetë njëri tjetrin për çka do të vendosëm. Qoftë vendime financiare, është shumë e vështirë, po u kanë vendim që e kena marrë të dytë, po u kanë shumë vështirë për me marrë. Kush ja dha mulën? Po shoqë? Jone. Ti, a? Duheni me fal ka njëherë, varet çka falni, po ama du të me bul shime dhe të dhaj. Tu sa në vren fillim të lidhjes, apo kupton, nëse është një diçka që ty të pengon, ti nuk e pranon prej fillimit. Nëse është diçka që ti bën shime, kështu është në rregull për ty dhe e vazhdon lidhjen. Kështu që për mua nuk është edhe kështu jena ku jena. Volshin shumë diçka, sot diçka ish bë. Nuk e di. A nuk e di, a ka prej burra s'guxon me dala, nuk e di çfarë është. S'po di. Sa je lirë ti prej burrit, e bashortit. Sa ke lidhje? Po besoj që na nuk e kena këtë problem. Jo. Vendimet të marrësh. A keni dytë vendimet, domethënë njëri tjetër komunikoni me din kur të merrni. Normal. Përderisa na ndikohemi në vendime njëri tjetër, du të me vetë njëri tjetrin për çka do të vendosëm. Qoftë vendime financiare, qoftë diçka që është më e madhe. A do të ka qenë vendim më i vështirë që keni pas në jetë? Vendos diçka çift e keni pas, që update të bëjmë ashtu. Ka shumë e vështirë, po u kanë vendim që e kena marrë të dytë, po u kanë shumë vështirë për me marrë. Kush ja dha mulën? Po shoqë? Jone. Ti, a? Po. Shoqë, bashortim nuk do të ndëgjoj ka këshillat. Po, normal, në tash është reciproke, faleminderit. A dhe sa marr komplimente për bashortit? Ndonjëherë, jo shpesh, po ndonjëherë po. Jo shpesh. Jo. Se ka të sheh gjënia fëmijërore shumë komplimente me marr. Pas atë vëmendjen kështu. Po nashta kur rregullohesh ose diçka, ki qef me marrë konfirmim pjanës tjetër që jetu duk mirë ose... A e pe ti ma shpesh ato, apo do këna mirë për shembull kur të vishë, kur të dalë, kështu? Rall, shumë rall. E vish diçka që më pëlqen, kështu që jo. A përzihet garderobë për shembull, thotë mos u vesh kështu. Jo. Nasnjë lloj. Shpjegosën e bashkëshortit që thonë mos u vesh kështu, ose mos u vesh shkurt, ose mos u vesh kështu. Po këtu sa në vren fillim të lidhjes, apo kupton, nëse është një diçka që ty të pengon, ti nuk e pranon prej fillimit. Nëse është diçka që ti bën shime, kështu është në rregull për ty dhe e vazhdon lidhjen. Kështu që për mua nuk është edhe kështu jena ku jena. A dhe bon punë të shtëpisë bashkëshorti? Jo. Po dhe, një këshill të grave më ato. Se kena për një këshill grave, një këshill që duhet për jetë. Këshill. Me pas mirë kuptim me njëri tjetrin gjithsesi, edhe duheni me fal ka njëherë, varet çka falni, po ama du të me bul shime dhe të dhaj, edhe kështu që s'po di tjetër. Nashtë mjafton mirë kuptimi me njëri tjetrin, respekti, se në fillim normal që dashnia tani kalon diçka tjetër, sa ma shumë zhvillohet lidhja, kështu që tu janë për mua. Duhet me fal. Kush fal më shumë? Grata apo burrat? Ti me fal më shumë. Këtë pjesë. Po di qa me thonë është i gratë, falin ma shumë. Mirë.